Kosova ende nuk po arrin të formojë institucione të reja pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ndërsa kërkohet formimi urgjent i tyre. Kjo për shkak se Serbia e Vučić mund të shfrytëzojnë këtë situatë në dialog. Presidenti serb Aleksandar Vučić vazhdon të jetë i përkodhelur i BE-s, duke toleruar pjesëmarrjen e tij në Moskë në pradhën e ditës së fitores kundër fashizmit dhe duke e ftuar në samitin e Tiranës për krah figurave të rëndësishme politike të botës europiane. Gjithsa Vučić e Serbia nuk u ndëshkuan për pjesëmarrje në paradën e Moskës, Kosova vazhdon të jetë në masa ndëshkuese që nga viti 2023. Masa ndaj Kosovës ishte vendosur në qershor të 2023-shit, si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, ku kryetarët e rinj nisën punën e tyre në komunat në veri, pas zgjedhjeve që u bojkotuan nga serbët lokal. Ndër masat e marra të BE-s është edhe suspendimi i përkohshëm i punës së trupave të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Kosova nuk merr ftesa, po ashtu në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitat bilaterale janë suspenduar përveç atyre që fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Masat e tjera janë dhe në suspendimi i programit të fondeve për Kosovën në kuadër të IPA 2024. Publicisti serb Zlatoje Martinov thotë se situata në botë ka ndryshuar. Sipas tij, në shenjë proteste për shkuarje në Moskë, BE refuzoi të jepte Serbisë kostin e parë prej 100 milion eurosh në grante që në kuadër të një projektit prej 6 miliardësh për vendet e Ballkanit. Pasi Trump erdhi në pushtet, BE-ja është në një situatë të merrësuar dhe të ndërlikuar, po bëhet gjithnjë më e qartë se Amerika e Trumpit ka pushuar se që një aleat serioz dhe i besueshëm. Kështu BE-ja është ekspozuar ndaj një rreziku sekatar. Së dyti brenda radhëve të saj ka një shtet oriental qartësisht anti-evropian, autoritar dhe plotësisht pro-rus, Hungarinë e Orbanit dhe Slovakinë e Fiçit. Ai thotë se fleksibiliteti i dikushëm i BE-s ndaj Serbisë është për shkak se Ballkani Perëndimor është si një fuqi baruti që mund të shpërthejë. Kosova mund të kërcënohet seriozisht nga një zhvillim i tij, thotë Martinov, gjërisa kërkon që faktorët politik në Kosovë të kapërcejnë interesat partijak e ideologjike dhe të nënshtrojnë interesave të përgjithshme shtetërore. Jo vetëm BDH, por edhe Kosova mund të kërcënohet seriozisht nga një zhvillim i thellë. Si përmbledhje, situata gjeopolitike në botë sot është jashtëzakonisht komplekse sepse rëndi i mëparshëm botror është shkatruar përfundimisht në mënyrë të pakthyeshme që nga 20 janari. Kjo është arsyeja pse të gjithë faktorët politik në Kosovë mund të kapërcejnë interesat e tyre partijake dhe ideologjitë të nënshtrohen ato interesave të përgjithshme shtetërore, ka përfunduar Martinov.